Shpesh mendojmë se ndikimi ka lidhje me teknika, me truke, por po sikur t'ishte krejt e kundërta. Po sikur t'ishte diçka shumë më themelore. Pikërisht këtë do të zbulojmë. Një filozofi që mund të transformojë çdo marrëdhënie. Dhe e gjitha fillon me respektin për dinjitetin njerëzor. Hajde ta pranojmë, kur mendojmë për ndikim, çfarë na vjen me mendje? Të fitosh një debat, apo jo? Ti je ai personi që e ka gjithmonë fjalën e fundit. Por prisni pak. Po sikur e gjithë kjo çastje të jetë e gabuar. Po sikur sekreti i vërtet të mos jetë fitoria, por diçka krejt tjetër, diçka si ruajtja e marrëdhënies? Mirë, këtu është sekreti i gjithë kësaj. Para çdo teknike, para çdo fjale, gjithçka nis me një ndryshim të vogël, por thelbësor në mendje. Bëhet fjalë për një zgjedhje të thjeshtë, të heqim fokusin nga vetja jon dhe ta vendosim te tjetri. Pra të kuptojmë para se të bindim. Dhe mos e keq kuptoni, kjo nuk është pasivitet. As pak, është një lëvizje strategjike, shumë e zgjuar, për të parë botën me sytë e tjetrit. Dhe ja ku qëndron thelbi, ideja që ndryshon gjithçka. Duhet të pranojmë një të vërtet të thjeshtë. Çdo njeri vepron duke menduar se ka të drejtë, bazuar në botën e tij, në logjikën e tij, në përvojat e tij. Momenti kur ne ndalemi dhe përpiqemi të kuptojmë pse në tyre, pa që nevoja t'i japim të drejtë, pikërisht atjera hapet dera e vërtetë e komunikimit. Okej, jemi gati të futemi në pjesën praktike. Shtylla e parë, dhe ndoshta më e vështira për të zotëruar, është kjo: mbro egon e tjetrit. Çfarë do të thotë kjo? Ka të bëjmë më shumë me atë që nuk duhet të bëjmë. Janë pikërisht ato gjëra të vogla që bëjmë pa u menduar, të cilat ngrenë mure të larta mbrojtëse dhe e bëjnë personin tjetër plotësisht të mbyllur ndaj nesh. Dhe ja ku janë armiqt kryesor të ndikimit. Këto tre gjëra: mos kritiko, mos dëno, mos u anko. Pse? Sepse të treja kanë të njëjtin efekt fatal. E detyrojnë tjetrin të mbrohet, të justifikohet. Dhe në momentin që dikush po mbrohet, ka ndaluar s'dëgjuari. Kaq e thjeshtë. Qëllimi nuk është të gjejmë se kush e ka fajin apo jo. Qëllimi është të gjejmë një zgjidhje. Dhe këto tre mose janë rregullin numër 1 për të mbajtur kanalin e komunikimit hapur. Dhe kjo fjali, kjo thjesht e godet në shenjë. Një ego e plagosur nuk mund të mësoj. Kaq, e mbyll diskutimin. Kur dikush ndihet i sulmuar, truri i tij kalon në modalitetin lufto ose ik. Nuk është më në modalitetin le të mësojmë diçka të re. Pra, të mbrosh dinjitetin e tjetrit nuk është thjesht mirësjellje, është strategji e pastër. Nëse do që mesazhi të mbërri, duhet të sigurohesh që marrësi të mos ketë ngritur mburoja. Mirë, folëm për atë që nuk duhet bërë, pra ishim në mbrojtje. Tani le të kalojmë në sulm, por në kuptimin më pozitiv të fjalës sigurisht. Nëse shtylla e parë ishte për të mos shkaktuar dëm, kjo e dyta ka të bëjë me diçka aktive, ka të bëjë me ndërtimin. Këtu fillojmë të hedhim themelet e urave të komunikimit. Dhe hidhini një sy sa të thjeshta por sa të fuqishme janë këto veprime. Të përdorësh emrin e dikujt, bum, lidhja e menjëhershme personale. Të lavdërosh progresin edhe më të voglin, e di çfarë bën, ndërton motivim, hap pas hapi. Dhe kjo tjetra është fantastike. Jepi dikujt një reputacion të mirë për të mbajtur. Në fundit, këto nuk janë thjesht truke. Janë mënyra për t'i dhënë njerëzve ato që të gjithë e duam dëshpërimisht, të ndihemi të rëndësishëm, të vlerësuar, të Dhe kjo na sjell tek shtylla e tretë. Mund ta quajmë nivelin master të ndikimit, arti i të udhëzuarit pa dhënë kurrë një urdhër. Kjo është fuqia e vërtet, ajo e ndikimit indirekt. Pra, nuk imponon, por nxit bashkëpunimin, sepse të jemi të sinqert, ndikimi më i madh është ai që nuk ndihet fare, ai që tjetri e përqafon si ide të tij. Ja një shembull perfekt. Shihni ndryshimin mes këtyre dyjave. Në njërin anë ke një urdhër. Përfundoje këtë raport tani. Detyrim, presion. Në anën tjetër, një pyetje. Si do ta mendoje përfundimin e këtij raporti? Çfarë ndodh këtu? Pyetja transferon pronësinë, fton tjetrin në proces, dhe njerëzit luftojnë për idetë që i ndjejnë si tyret. Një pyetje vetme e kthen një detyrë në një mision të përbashkët. Por çfarë ndodh kur duhet thënë diçka e vështirë, kur duhet dhënë kritik? Edhe këtu ka një metodë që mbron marrëdhënien. Shumë e thjeshtë, 2 hapa. Hapi i parë fillo duke folur për një gabim tëndin. Menjëherë tregon se edhe ti je njeri dhe muret mbrojtëse bien. Dhe hapi i dytë, shumë i rëndësishëm, kritiko procesin, jo personin. Mos thuaj pse e bëre këtë gabim, por si mendon se mund ta përmirësojmë këtë proces herën tjetër. Shihni diferencën, njëra sulmon, tjetra fton për zgjidhje. Pra le ta përbledhim pak. Nëse do të mbanim mend vetëm një gjë nga e gjithë kjo, cila do të ishte? Kjo, ndikimi
nuk është një veprim i vetëm, një debat i fituar, jo. Ndikimi është gjurma emocionale që lëm pas çdo ndërveprimi të vetëm. Dhe kjo na çon tek ideja finale, tek ideja më e fuqishme e të gjithave. Sepse në fund të ditës mund t'i harrojmë të gjitha teknikat dhe strategjitë. Vërtet, njerëzit nuk do t'i mbajnë mend fjalët e sakta që përdorëm. Ata nuk do t'i mbajnë mend detajet e argumentit ton. Mund të mos e mbajnë mend as se si përfundoi diskutimi. Por ata kur nuk do të harrojnë se si i bëm të ndihen. Kjo është e vërteta. Çdo bisedë, çdo mesazh i shkurtër, çdo takim lë një gjurmë emocionale. Dhe pikërisht kjo gjurmë përcakton gjithçka, cilësinë e marrëdhënieve tona, besnikërinë e një ekipi, trashëgimin ton. Ndaj pyetja e vërtet që ja vlen të bëhet pas çdo ndërveprimi është vetëm një: çfarë gjurmë lash pas?